Modelja e njohur, njëkohësisht dhe ish banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Loredana Brati, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një paraqitje të veçantë në ambientet e një kishe. E veshur me një fustan të gjatë, të ndritshëm dhe me një dizajn unik, ajo theksoi linjat e saj elegante në mënyrë tepër artistike. Pamja e saj e kompletuar me një aksesor rrjete mbi kokë dhe një qëri në dorë, krijoi një kontrast mes modës moderne dhe sfondit tradicional, duke sjellë një imazh që shkakton reagime të shumta në rrjetet sociale. Disa e pëlqyen dhe disa e kritikuan ashpër, por një gjë është e sigurt. Loredana po shkëlqen në fotot e fundit. Ne duhet të rikujtojmë se lidhja e saj me Joz Markun mbetet akoma e fshehtë për publikun. Shumë nga fancat mendojnë se ata janë bashkë dhe po e mbajnë lidhjen të fshehtë, ndërsa të tjerë mendojnë se i kanë dhënë fund lidhjes së tyre, e cila u formua gjatë kohës sa ishin brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.